Kreu i FRD-s Bamir Topi, i ftuar në Tunaj Tilvatare, e ka konsideruar dhunën brenda Kuvendit të Shqipërisë pasojë të drejtë për drejtë të marrëveshjes së një nate, asaj të 21 prillit 2008, ku kryetarët e partive vendosën të sjellin në parlament KDO. Topi tha se me këtë përbërje që ka parlamenti, zënka me grushta janë më të paktat që mund të ndodhin. Ky parlament erdhi dhe precipitoi në këtë stat për shkak të asaj marrëveshje që erdhi brenda një nate, me datë 21 prill të vitit 2008, ku kryetarët e partive politike mund të sjellin në parlament duke shfrytzuar emblemën e subjektit politik dhe fuqinë e tyre, natyrisht, janë parti tradicionale, mund të sjellin këdo. Kanë ndryshuar ligjin mazhoritar dhe ju shikoni sot që paradoksalisht në parlament ka njerëz që nuk e meritojnë të futen. Është një çështje jo thjesht e karakterit formal, juridik, nëse ka letrën e bardhë apo jo, por tek profili i tyre. Që ritheksoj, është parlamenti që ka probabilitetin më të lartë që të ketë këto situata, këto ngjarje. Dhe ata që e kanë sjellë sistemin dhe parlamentin në këtë mënyrë, rrinë në pozicionet e tyre, të qetë, bëjnë ai koment mbrapa, dhe komentet kanë filluar të bëjnë në shumicën e Facebook. Me Sali Berishën duket se është armik i përjetshëm. Ish-presidenti për herë të parë e ka etiketuar atë kriminal, duke akuzuar për 4 të vrarët në demonstratën e 21 janarit në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Por sa i përket çështës 21 janarit, ky nuk mbetet thjesht një problem juridik më. Është në radhë parë një problem politik. Ju nënshtru vullnetit të një personazhi që ndoshta sot mund të etiketohet me plot gojën. Kriminali 21 janarit. Kush është kriminali 21 janarit? Zoti kryeminist, ish kryeministër, e kam thënë dhe herë tjera, po e them dhe sonte këtu. Dhe për të mbuluar pikërisht vrasjen e 4 njerëzve në bulevard, për të mbuluar atë që ndodhi me fshehjen e mjaft fakteve, prishjen e serverit, etj, ngriti një komision hetimor parlamentar me në krye atë që ju thash, dhe disa të tjerë, të cilët vunë në dyshim, në diskutim, jo vetëm profilin moral të institucioneve, po edhe të personave që mbulonin pozicione shumë të rëndësishme. Presidenti i Republikës, krye prokurores, shefi i shërbimit informativ. Topi ka pranuar që gjatë presidencës së tij ka qenë i pafuqishëm për të vepruar. Kjo marrëdhënie e acaruar me drejtuesit e Partisë Demokratike e ka ndarë përfundimisht atë nga e djathta, megjithse deklaron se është në opozit. Kryetari i FRD-s nuk ka përjashtuar mundësinë e bashkëpunimit me të majtën, edhe pse thotë se me Ramën ka marrëdhënie njerëzore. Sepse unë me kryeministin mund të kem raporte njerëzore dhe protokollare. Nuk kam bashkëpunim të karakterit politik, sepse ne jemi përcaktuar qartë që jemi një parti e qendrës djathtë. Madje, në mënyrë shumë eksplicite, kemi thënë që jemi një parti në opozit. A do bashkëpunojmë? Sigurisht do bashkëpunohet. Ish-presidenti i Republikës ka folur edhe për prezencën e tij në rreshtin e parë të ftuarve gjatë meshës së dhënë nga Papa Francesku gjatë vizitës së tij në Tiranë. Topi tha se ishte aty me ftesë të arqipeshkvis, ndërkohë që ka akuzuar presidencën për organizimin e një protokolli politik pritje. Unë di të them këtë që ka marrë ftesën nga arqipeshkvia. Rreth 10 ditë përpara i evenimentit, natyrisht kam konfirmuar. Dhe me sa kam parë aty ka qenë presidenti Mojsiu me vajzën e tij dhe ishin 2 vende bosh që ishin për zot Mejdani. Pra me sa duket në protokoll janë vendosur ish-presidentët. Duhet ishte edhe ish-presidenti Berisha besoj? Po në rreshtin e parë? Është një çështje që duhet ta ndajë vetë Berisha. Se ka mbetur me 2 këmbë. Jo, besoj duhet jetë problemi protokollit. Jo, duhet jetë një çështje që ai duhet ta ndajë me protokollin, nëse do ta quajë veten ish-kryeminist apo ish-president. Madje do thoja në presidencë un pash një protokoll politik. Ku nuk pash asnjë nga ish-presidentët që kanë shërbyer nga 5 vjet në atë zyrë, dhe pash botues të rëndom të gazetave Fletrufea atje. Që do thotë që janë protokolle partijake, jo politike. Duke folur për kuvendin e demokratëve, Topi tha se nuk pret asnjë ndryshim në këtë forcë politike, derisa në krye të saj de facto të jetë Sali Berisha, të cilin
Ai e etiketoi si arkitektin e shkatrimit të së djathtës në këto 24 vjet të demokracisë në Shqipëri. Nuk ka asnjë lloj shansi që të krijojë premisa për të ringrit një të djathtë kur ai ka qenë vetë arkitekt i shkatrimit të djathtë në Shqipëri. Pra, më thoni, pavarësisht zgjedhjeve të brendshme që ka bërë Partia Demokratike, Kuvendit Kombëtar, nuk shikoni që ka ndryshuar sipas jush. Është një çështje e tyre e brendshme. Kur bëhet fjalë pastaj për një mundësi komunikimi, bashkëpunimi, unë nuk shikoj për fat të keq asnjë element të realizuar nga premtimet që janë dhënë prej 24 vitesh.